akuzë absurde, qartazim me orientim dhe porosi politike, do duhet ishte një çështje civile, një çështje administrative, që nuk do duhet kishte as pak lidhje me një strukturë si SPAK-u, sepse nuk është një çështje që ka lidhje as me korrupsion, as me asnjë formë abuzimi, apo me lidhje me krimin organizuar e tjerë. Besoj jeni ndjeni që bëhet fjalë për shkarkimin e ish-drejtorit të Usjellsit, arsyet janë publike për mungesë performance. Mendoj se në çdo veprim timi, siç dokumentohet edhe nga i gjithë dokumentacioni i vënë në dispozicion tashmë të SPAK-ut, është i bazuar krejtësisht në ligj dhe në tagrin që ligji i jep kryetarit të bashkisë apo drejtuesit të Asamblesë së Përgjithshme të SHA Usjellës Kanalizime. Dhe më tepër, siç e kam thënë edhe herë të tjera publikisht, në gjithë vendimarrjen time ka qenë vetëm interesi publik dhe qytetar, mbrojtja e interesit publik dhe qytetar, objektivi ylli polar i çdo veprimi dhe veprimtarie time në drejtimin e atij institucioni.